Pas luftës së dytë botërore ka qenë shumë problem të gjindën bolit të garave dhe të organizohen gara në shtigje të mbyllura, kështu që disa amerikanëve u ka rënë ndërmend të organizojnë gara të dregut ose gara në vit të drejt në 400 metra që kushtojnë lirë, nuk i mundojnë automobilat shumë dhe nuk kanë kërkesat veçanta për automobila. Në Kosovë dhe pas luftës që u zhvillua para 11 vetëve ende nuk kemi gara mirë të organizuara në shtigje të mbyllura rrethore, mirë po më në fund kemi gara mirë të organizuara në dreg. Në Kosovë nuk ka automobil të specializuar me që dregu ndërkohë është shndruar në biznis shumë milionësh dhe ka automobil të dregut që kushtojnë shtrajt dhe janë shumë të frikshëm sa janë të shpejt. Mirë po, në Kosovë ka automobil 20 vjetë të moqëm me nga 20.000 euro pjesë të investuara në ta. Kjo dikujt mund t'i duket shmenduri, mirë po pamjet prapa meje nuk lën opcion tjetër për post të respektohet vërtet shumë puna e njerëzve që bëjnë me automobilet e tyre dhe shpejtësia që nxjerrin nga ta. Fiat 126 me 150 kuaj që me zirrin e tokë gjatë startit, Kadet GSI me më shumë se 300 kuaj, numër i madh i modeleve të tjera të Opelit, Hondës ose BMW-s të modifikuara për gara, Mitsubishi Lancer Evo 10 që është tregim në vete, më i mirë dhe shumë goma të djegura. Ky do të ishte një përshkrim i shkurtër i tërë asaj që u pa në pistën numër 3 të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Puna e mirë e organizatorëve në proklamim të garës u vërtetua me prezencën e shumë shikuesve, të cilët pak edhe komplikuan rrjedhën e garës nga entuziazmi i tepërt, si dhe me prezencën e garuesve nga Shqipëria, Maqedonia dhe Serbia, të cilët kishin kaluar shumë kilometra për të nderuar drek garën e parë në Kosovë. Fakti që kërkesat për garim nuk ishin shumë specifike dhe mund të karonin njerëz edhe me vetura rrugore, bënte që të gjithë të interesohen për mundësitë e automobilave të tyre në vijë të drejtë, kurse automobilat që kushtojnë 6 shifra nuk hynë në garë, por ata bënin pamjen e parkingut më impresive, kurse pronarët e tyre e dëshmuan pasionin për gara. Sipas rregullorës së garave, automobilat ishin të ndarë në 4 kategori sipas kubikazhës, përveç ndarjes klasike në motor turbo dhe atmosferik. Dhe në kategorinë deri 1300 kubik fitues doli Ledian Balla nga Shqipëria me Ford Fiesta. Në kategorinë deri në 1600 kubik, Sajmir Arnauti nga Fushkosova me Honda CRX VTEC doli kampion. Në kategorinë deri në 2000 kubik, kampion ishte Arbnor Musliu me Kikirezin e tij fenomenal, kurse Blerand Hasanaj doli fituesi i kategorisë mbi 2000 kubik duke ngar Kadetin GSI. Organizatorët e kësaj gare, që njëkohësisht janë edhe fituesit në kategorinë deri në 2000 dhe mbi 2000 kubik, treguan se janë të shkallët edhe jashtë kokpitit dhe meritojnë komplimente për punën e tyre, njëjtë siç duhet komplimentuar edhe për krahjen që për këtë gare kanë vënë Policia e Kosovës, Ministria e Transportit dhe Autoriteti Rregullativ i Aviacionit Civil. Mbase tani radha është që dikush të mendojë edhe për sponsorimin e këtyre ose manifestimeve të tjera të ngjashme.